Si kaluat, përshëndetje. Tani këtu jemi te kolonia që ne prodhojmë mamat. Hodhëm pak mjalt me folje. Dhe po bëjmë një kontroll. Nuk e di sa mirë do ta kapi kamera. Bëjnë pak varoan në shkaj kafes. Kjo është qeliza tjetër, shikojeni sa shumë, shikojnë. 2 qeliza, të dyja janë me varoa brenda. Shikojnë. 3 qeliza me varoa. Katër qeliza varoa. 7 qeliza, 5 janë me varoa. 8 qeliza, 6 me varoa. Të gjitha qelizat mashkullore me varoa. Është moment kyç që ne të rrisim. Ja të kështë. Po thoj se gjithë varoa e fshehur tek pjedhjet mashkullore. Do të them, është moment kyç që ne të rrisim hoje me blet mashkullore dhe sapo të vulosun t'i presim dhe t'i hedhim për jashtë. Në këtë mënyrë ne shkatrojmë, largojmë në mënyrë biologjike një pjesë të madhe të varroas. Atëherë këtu janë rreth 100 pjellje mashkullore, ndoshta edhe më pak. Shikojeni se sa varroa.